që ta pra tash pja filloj me 2024-ës edhe mushim me gjetë një format më të mirë të vitit 2025, cili është më i miri, pra që mundi me paraqit në këtë rast kështu me vizatun me shkruanta, po besoj që mas që përfundojmë këta, kemi me pas ata të 2025-ës. Besoj po. Ashtu mirë, s'po di, qysh të sheti të arsyeshme. Nëse dëshiron me mësu diçka për ose nëse jeni të mësu diçka tjetër, po mendoj të në shkollë, unë i kum dërgu disa video të trigonometria, po edhe nëse jeni të ekuacione kuadratike, tregomni ju dërgoj disa video të vitit kaluam. Ose nëse ki nevojë me ushtru diçka, na pa tjetër, e lojmë pak anash testin, edhe ushtrujmë çka keni të shkollës. A jam i qartë? Po trigonometria ju ka ra bile tash në 2025-ën ju ka ra trigonometria, edhe në 2022-ën që i kemi zgjidhur në test 2023-ën, ju ka ra trigonometri, pra besoj që prap i bjen. Mirë, atë fillojmë të zgjidhim disa, po mundohemi edhe ty sqaru pse është ashtu zgjidhja. Mirë, kemi kështu. Çmimi fillestar i një malli ka qenë 2350 euro, kurse tash është ulur për 8%. Sa është çmimi aktual i mallit? Mos harroni, pra, disa herë do të shta përmendin, nuk keni kalkulator. Pra këta duhet me zgjidh kështu. Për me dash me zbrit 8%, njëherë gjejmë sa është 8% i 2350-it, pastaj e zbresim prej 2350. Mundem me shkru direkt 2350 minus 8% e numrit 2350, që është e barabartë me 2350 minus 8% e shkrujmë si kur 8 thy për 100, herë 2350, kjo me këto nga thjeshtohet, kemi 2350 minus 10 me 235, mirë, po i shumëzojmë këto. 8 herë 5, 40, 0 e 4 vend, 8 herë 3, 24, plus 4, 28, 8 e 2 në mend, 8 herë 2, 16, plus 2 kemi 18. Tash kjo me këto nga thjeshtohet edhe nga mbetet 2350 minus 188, rezultati është e barabartë me 2000, pra 0 pa 8 nuk bën, këtu vime marrim një borç, 4, 10, 10 pa 8 është 2, 4 pa 8 nuk bën, këtu e kemi 2, këtu e kemi 14, 14 pa 8 është 6, pastaj 2 pa 1 është 1, 2162, zgjidhja është në D. A i ke zgjidhë ndryshe? A i ke zgjidhë me kalkulator? Me kalkulator i ke zgjidhë apo më fal se unë 2 pyetje i vona, gabim jam. Ma ndryshe, në rregull, apo na tregon? Nëse mundesh ngritë dorën. Hajde, po bashkëbisedojmë. Po e ke ditë që është 188, për sa ta? Dhe me gjetë që 8% e 2350-it, ose ke mujtë pra njëherë nda mas me shkru, që 8% e 2350-it është një si kurse 0.08 herë 2350, po prap këtu të nevojitet kalkulatori ose me shumëzu. Po që ta dhe me 8%, a ke shumëzu me kalkulator? Apo? Mos harroni se në test arritshmërisë nuk ju lejohet kalkulatori.
Ok. Hajde, vazhdojmë tjetrën. Në 2. Cila është domena e shprehjes racionale? Pra ta bëjmë një sqarim çka ka domena. Domena ose ndryshe bashkësia për kufizimit. Çfarë x-a mundem me marrë na këtu që është e vërtetë shprehja? Kur nuk është e vërtetë ose kur nuk bën në një farë mënyre. Nëse keni provu me kalkulator, për shembull 2 thy për 0, kjo kam ju dalë error. Se nuk bën me pjesëtu me 0, ose ka me dalë cannot divide by 0. Nëse e pjesëtoni 0 pjesëtu për 2, atëherë kjo ju del 0. Atëherë çka është kjo domena për kufizimit? Duhet që 4x në katror minus 1 mos me qenë 0. Këtë kuptim e ka. Pra çfarë numra mundem me i marrë, thot merri çfarë do numra, po vetëm kur kjo shprehja ka më të bëhet 0 mos e merr. Vetëm kur në emërues e kemi 0. Që po i vjen 4x në katror minus 1 nuk duhet me qenë barabartë me 0, ose 4x katror nuk duhet me qenë barabartë me minus 1 kur deri në anën tjetër është 1. Po pjestojmë me 4, kemi x-in katror nuk duhet me qenë barabartë me 1/4, ose nëse i rënjëzojmë, kemi rënja katrore e x-it katror nuk duhet me qenë me plus minus rënja katrore e 1/4. Tash kjo me këto na thjeshtohet, na mbetet x jo barabartë me plus minus, kjo rënja katrore 1/4 mundet me shkruaj si rënja katrore e nishit të për rënja katrore e 4-shit, e kjo është e barabartë me plus minus 1/4. Pra x-in mos e merr plus minus 1/4. Më falni, jo 1/4, 1/2. Pra tash zgjidhja janë, po i vjen që është nën A, që nuk duhet me marrë minus 1/2 edhe 1/2. Apo dëshironi, mirë se herën e kalume vetëm kena zgjidhë detyra, diku i kena zgjidhë ndoshta 10 ose 15 detyra për një ligjëratë. Tash mundemi me diskutu pse është kështu, ose mundemi vetëm i zgjidhë detyrat. Sidoqoftë, në qoftë se ka me qenë tash kontrolla ndoshta pak më rigoroze, ish dasht me imsu detyrat. Ish dasht me imsu detyrat ndoshta jo me prit me ju tregu dikush se si po zgjidhet detyra. A ke mujt ta ma shpejt me zgjidh? Po, në qoftë se shohim na që është 4x katror minus 1 barabartë me 0, ke mujt direkt me shkru që 4x katror barabartë nuk është e barabartë me 1, x-in katror nuk është e barabartë me 1/4, më që kur i rënjëzojmë x-in me shkru që nuk është e barabartë me plus minus 1/2. Më falni se i shkrua pak vogla ashtu. Pra mundemi direkt me shkru. Hajde të tretën. Nëse keni pyetje, ndalem ju lutem. Te treta. Cili interval paraqet bashkësinë e zgjidhjeve të inekuacionit? 2x minus 1 është më e vogël se barabartë se 5. Tash duhet një farë mënyre me e rikujtu një rregull që kem pas të vlera absolute. Pra nëse kem pas një inekuacion, në këtë rast vlera absolute e a-s është më e vogël se barabartë me 5, atëherë në vërtet x-it është më e vogël se barabartë me a, atëherë çka kem bëu, e kem shkruar minus a është më e vogël se barabartë se x, e kjo është më e vogël se barabartë se a. Pra nëse është vlera absolute e x-it më e vogël se a, i kemi marrë këto dy raste. E kemi shkruar në këtë formë. Prandaj këta mundem me shkruaj sikur minus 5 më e vogël se barabartë 2x minus 1 më e vogël se barabartë 5. Tash, me qenë se po do me lënë sa është x i vetën, po i vjen që duhet me shtu një nish për të tri shprehjet. Kemi minus 5 plus 1 më e vogël se barabartë 2x minus 1 plus 1 më e vogël se barabartë 5 plus 1. Pra nishin edhe këto, edhe këto, edhe këto. Minus 5 plus 1 është minus 4 më e vogël se barabartë, këto dyja të anulohen, na mbetet 2x më e vogël se barabartë 5 plus 1 është 6. Tash, këtu duhet me pjesëtu me 2. Pra e kemi tash minus 4 pjesëtu për 2 më e vogël se barabartë 2x thyë për 2 më e vogël se barabartë 6 thyë për 2. 4 thyë për 2 është minus 2 më e vogël se barabartë x më e vogël se barabartë 6 pjesëtu për 2 është 3. E tash këtë shprehje duhet me shkru sikur interval. Intervali qëtu është 3, më fani, jo 6. Po e shoh që nuk po na përshtatet, pra këtu është 3, 6 pjesëtu për 2 është 3.
atëherë intervali është prej -2 deri te 3, edhe të dyjat janë kollapat e mesme. Pse janë kollapat e mesme? Se i kemi këto të barabarta. Pra x-i është element prej -2 deri te 3, e cili na përshtatet neve këtu që është c-ja. A i ke rrethu dhe ti cën? Dy mënyra i ki bo. Mirë, cilat janë mënyrat, nështë është 2x minus nishi është më vogël se 5, edhe mandej mënyrën tjetër e ki marrë që 2x minus nishi është më e madhe se barabartë se minus 5. A është kështu? Okej, që kjo është njëjtë sikur kështu. Tash më varet edhe çysh i keni mësu. Në një farë mënyrë varet edhe me cilin mësues po mësoni. Tash më fal se ndoshta unë po ta përzi, dikush ndryshe. Zakonisht kur i mësoni me libra të shkollës i përdorni me çet metodën e parë, po ndodhet me këtë metodën e dytë me zgjidh. Atë ka dalë kështu rezultati, nëse po, atëherë krejt në rregull jemi. Dikush tjetër për juve, a e keni testin edhe pse vetëm a e keni dikush tjetër që test ajo? Nuk e di nëse i kam edhe do të viteve të kalume, po ndoshta s'podia është e përshtatshme ajo për me i zgjidh, po më mi u ngarku edhe ato të viteve të kalume, i kam prej vitit 2008, nëse s'ka bëj deri në vitin 2000 s'di sa. Ka plot testa aty, nëse doni më mi ngarku këtu në grup, e pastaj ju nëse dëshironi mundi me i zgjidh. Hajde, mos të ndalemi më shumë. Pra, në ekskursion të shkollës do të shkojnë 120 nxënës. Nëse raporti djemve me vajza është 3/5, sa djem do të ketë në ekskursion? Këtë në varet edhe na qysh dojmë me e përdor raportin për me zgjidh që detyrë. Gjithsej kemi 120 nxënës, 3 pjesë janë vajza, 3 pjesë janë djem, 5 vajza. Pra 3 djem, 5 vajza, gjithsej janë 120. Hajde. Çka kishit vepru? Që ta si shtu me zgjidh. Në qoftë se keni raport edhe po do me gjetë sa janë nxënësa, atëherë mundem në këtë rast me caktun sa pjesë duhet me nda. Gjithsej duhet me nda në 8 pjesë. Pra 120, nëse ndajmë në 3 + 5, që është 8, nëse ndajmë në 8 pjesë, 812 që shkon një herë, 814 që shkon 5 herë, që po vjen gjithsej kemi me nda në 15 pjesë. Tash kemi 3 herë 15 që janë djem, edhe 3 në vërtet 5 herë 15 që janë vajza. 3 herë 15 i kemi 45 djem, e 5 herë 15 kemi 75 vajza. Andaj, sa djem do të ketë në ekskursion janë 45 ose 45 djem. A ke mujtë me zgjidh ndryshe? Komplikuar. Zakonisht kur keni kësi raporti, pra e përdorim qëtë metodë. E gjejmë një mënyre këtë koeficientin. Sa është? Mujtë të shkru djemt rinë me vajza, sikur se 3 që rinë me 5, pastaj djemt rinë me vajza, sikur se 3k që rinë me 5k, edhe kemi gjetë sa është koeficienti. Po koeficienti mundim direkt me i mbledh këto. Pra nuk kem nevoj me jap shumë sqarime këtu. Mjafton me e rrethu cila është e sakta. Zakonisht pra po ju japi ka një hint kur po mbjen mend diçka. Në qoftë se i keni mbet pa i plotsu detyra tjera, edhe
ju thot që ka përfundu koha, ose e keni edhe 5 minuta me e përfundu, mos i zgjidhni. Rrethojni gjithsesi në atë fletën e kuqe këtu. Në atë fletën e kuqe gjithsesi rrethojni s'ka lidhje cilat janë, mos e lini ndonjë detyrë pa e rrethu. Mirë. Prerja e intervaleve, po mësoj që është këtu e klapa e mesme, -2 4 edhe 3 5, po dhe me ditë cilë është prerja e intervaleve. Po e paraqesim në bosht, le të jetë këtu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, këtu le të jetë -1, -2, -3, -4, edhe -5, a që edhe një këtu -6. Spari e kemi një interval, prej -2 deri te 4. Me qenë se është klapa mesme, pra e kemi shkru të plot, deri te 4, po pastaj 4 e kemi të hapur. A ka qenë kështu? Edhe e kemi tash 3, 5, shtu a ishte e hapur, se pash mirë, po 3, 5, njëra e mbyllur, tjetra e hapur, pra prej trishit është i mbyllur, prej trishit deri te 5, 5 është i hapur. Tash po do me gjetë prerja e intervalit. Prerja e intervalit është kjo pjesa këtu. Prej ku deri ku është prerja? Hajde. Ose cila është zgjidhja? A, B, C, D. Sakt, është nën B. Pse është nën B? 3 i mbyllur, 4 i hapur, pra e kemi qëtë interval. Këtu është 3, 4 është i hapur, pra është zgjidhja nën B. Okej. 3 atletë së bashku kanë 30 medalje të fituara. Atleti i dytë ka 3 atletë, le të jetë A1 plus A2 plus A3, 30. Atleti i dytë ka 6 medalje më shumë se i pari. A2 është sa A1 plus 6. Ndërsa i treti 2 herë më shumë se i dyti. A3 është sa 2 herë A2. Sa medalje ka atleti i dytë? Tash ndoshta mirë është me i gjetë për të trijat sa janë, e pastaj edhe mundem me gjetë sa është A2. Okay. Tash çto dhëna po i paraqesim këtu. A3 është, po zavancojmë krejt me A1. A3 është me A2, po edhe A2 mundi me zaventsu me A1. A3 është sa 2 herë në vend A2 tash po zaventsojmë A1 plus 6, e kjo është e barabartë me 2 herë A1 plus 12. Po i zaventsojmë këtu. A1 është e barabartë me A1 plus A2 është me A1 plus 6 plus A3 është 2A1 plus 12 është e barabartë me 30. Tash A1 plus A1 plus 2A1 është 4A1 plus 6 plus 12 është 18, barabartë me 30. 4A1 është e barabartë me 30 minus 18 është 12. Pjeshtoj me 4, A1 që ka barabartë me 3. Na kemi me gjithë sa i ka atleti i dytë. A2 është sa A1 plus 6, prandaj A2 është e barabartë me 3 plus 6, që është e barabartë me 9. A2 që ka 9 medalje. Ndërsa A3 është sa 2 herë A1 plus 12, këta s'kemi nevoj me gjithë, po nëse na është kërku 2 herë 3 plus 12, kemi 6 plus 12, barabartë me 18.
Tash që se i mbledhim 18 plus 3 plus 9, do të më rajmë 30. 18 plus 9 është 27, plus 3, 30, që po i bjene kemi zgjidh sakt në B. A keni pyetje? Cili është shumëfishi më i vogël i përbashkët i polinomeve 2x minus 4 dhe x katror minus 4. Tash këtu duhet me ditë me i zbërthy polinomet. Pra kemi 2x minus 4 edhe kemi x katror minus 4. Qysh kishim mujtë sta me zbërthy? Për këtyre dyve mundem më vërtet ta mundem shkruaj si 2x minus 2 herë 2, me faktorizoni 2, kemi 2 herë x minus 2, e x katror minus 4, këta mundem më shkruaj sikur x katror minus x katror minus 2 në katror, tash këtu mundem me përdor atë formulën a minus b në katror, a në katror minus b në katror, që është me x minus 2 herë x plus 2, është ashtu? E tash, shumëfishi më i vogël i përbashkët i bjen me i shkru, po jo të njëjtat, dyshin, po e shkruajmë, e kemi x minus 2, x minus 2, po e shkruajmë x minus 2, edhe na ka mbet tjetër një x plus 2. Prandaj, shumëfishi më i vogël i përbashkët po i bjen që është në D. Okej, x minus 2, x plus 2 është veç ako një ndru vendet. Nuk është në C, shala se keni bo në C. Më i vogli është ky. Më i madhi mundem me thonë që është C-ja, jo më i madhi, po një shumëfish është C-ja. Mirë, po më i vogël i përbashkët është D-ja. Tjetër? Perimetri i drejtkëndshit është 94 cm, sa janë gjatësitë e brinjëve nëse njëra është për 23 cm më e madhe se tjetra. Perimetri i drejtkëndshit e shënojmë që p-ja është barabartë me 94 cm. Nëse është drejtkëndësh, e dim që është AB, pra është sa 2 herë A plus B. Në këtë rast kemi 2 herë A plus B është barabartë me 94, pjeshtoj me 2, A plus B është barabartë me 45, 40 e 7. Pra të parën po e gjejmë që është me A plus B barabartë me 7. Pastaj kemi njëra është për 23 cm më e madhe se tjetra. Qysh e kishim shkruar tash sta? Hajde dhe ju tjertë. Jo, shkryje, s'ka dërtë. Okej, hajde. A plus 23 është barabartë me B, ose B plus 23 është barabartë me A, cilin do shënim që e shkrujmë. Tash që të bën mundi me zavendësu këtu, me shkru vërtet me qenë se A-ja është më e gjatë, atëre i shdash shtyme mi undru vendet. Pra A plus, vërtet, B plus 23 është barabartë me A, po e zavendësojmë A-në, që është me B plus 23 plus B është barabartë me 47 ose 27, pastaj kemi 2B barabartë me 47 minus 23, 2B është barabartë me 24, pjeshtoj me 2, B është barabartë me 12. B është barabartë me 12, vime zavendësojmë të kjo këtu, kemi A plus 12 është barabartë me 47,
Po B-ja është e barabartë me 35, 23 është diferenca, B-ja ishtë dashtë, në vërdit A-ja është 35. Mirë, perimetrin e sa janë gjatësitë e primit e tij nëse njëra është. Atëherë zgjidhja cilla që ka? Zgjidhja që ka 9C. Pra 35 edhe 12 cm. Po 47 minus 12, po nuk e di pse së ndul kjo. E vërtet. Se kur të zavancojmë të kjo këtu, bën 12, A-ja na del që është e barabartë me 35, prandaj kemi njëra është 35, tjetra është 12. Nuk është më rëndësi cila është A, cila është B. Mirë. Një shteg në Brezovic është i gjatë 9 km. Kastrioti dëshiron të kthehet nga ecja jo më larg se në orën 9, në orën 7 tani. 19. Mësatërisht ai ngjitet përpjet me shpejtësi rreth 1.5 km, kurse zbret 8 pije 2 fish më shpejt. Shpejtësitë e tilla janë mesatare dhe marrin parasysh edhe pushimet. Kur është koha më e vonë që ai mund të nisë ecjen në shteg ashtu që të kthehet në ora 19. Ka njëherë kur keni si detyra edhe nëse i leni pak me ose me i zgjidh ma vonë s'ka det. Boll që ky tekst na ka marrë kohë viç me e lexu e pastaj edhe me analizu. Sa të ka dalë zgjidhja sot? Në B. Okay. Kastrioti dëshiron të kthehet nga ecja jo më larg se në 9. Mirë. Mesatarisht ai ngjitet përpjet me shpejtësi 1.5 km/h. Pra për 9 km po do me ditë sa orë ka bo me mbri deri në maje. Atëherë 9 km 1.5 1.5 që i vjen 9 pjesëtu për 1.5 është e barabartë me 6. Në këtë rast i nevojitin këtina 6 orë me unë gjitë deri këtu, apo? Pastaj, me qenë se zbritet 2 fish më shpejt, po i bjen ka me zbrit për i kalon 3 km për një orë, që po i bjen për me i zbrit, këtina e nevojiten 3 orë. Tash 3 orë plus 6 orë janë 9 orë. Prandaj, kur mundet ky më së voni mu nisë? Nëse niset 9, është nisë herët në këtë rast, apo? Po i tepron një orë kohë. Nëse është nisë në ora 10, 10 plus 9 orë, kemi 19 orë, ose nëse ish nisë në ora 11, atëherë ky kishë mbri në ora 20:00 që po i bjen është vonu. Prandaj zgjidhja është e saktë në B. Në qoftë se, pra po them, kemi të lashët e kjo detyrë, leni, mos u ndalni shumë me zgjidhur një detyrë. Mos u hupni më shumë se 1 minutë e hajde që më shumë se 2 minuta nuk duhet me hup tek një detyrë. A e kanë lajmëru sa detyra keni me i pas gjithsej? Nuk e kom pa, ndoshta edhe kanë lajmëru, nuk po më kujtohet. Po. Okej. Nëse s'ka bëj herën e fundit i kam pas 25 matematikë. Valla i kam pas ma herët ka 200, tash i kam bo 100 nëse s'ka bëj. Deri para 2 vjetëve nëse s'ka bëj kanë qenë ka 200 detyra. I kam pas 2 herë teste. Po, ka 2 teste i kam pas. E tash po mdopet i kanë me i bo 100 detyra, edhe duhet me qenë besoj 25 prej matematikës. Po nëse është veç një test, besoj vetëm 100 detyra, s'besoj që duhet me pas më shumë. Besoj që na lajmërojnë edhe keni me edhe unë këtu ju lajmëroj në grup. Si të marrim vesh, ose ju ose unë kushdo që i merr më përpara. A keni marrë informata prej mësimdhënësve në shkolla? Nuk, okej. Veç që të që nuk e di a është zyrtara jo. Mirë, mos t'ju marr kohën e kursit. Veç ta shkruaj që të që mos me haru me hulum tune. Veç pelosh tu si mesazh.
Bisedoj pak. Andaj unë e hulumtoj edhe ju tregoj saktësisht, në qoftë se s'ka diçka zyrtare, badihave flasim na jo ashtu jo kështu. Duhet gjithmonë me qenë zyrtare. Hajde. Nëse i shumëzojmë 3 numra natyror të njëpasnjëshëm, atëherë e dim që prodhimi i tyre nuk plotësohet asnjëherë me 3, prodhimi i tyre plotësohet nganjëherë me 3, por jo gjithmonë. Prodhimi i tyre gjithmonë plotësohet me 3, edhe nuk mund të dim asgjë për prodhimin e tyre. Që ne kishim zgjedhë sta, qapi mërmendja. Këto janë 3 numrat njëpasnjëshëm. Ata numra zakonisht i shënojmë me n plus 1 edhe n plus 2. Atëherë në qoftë se i shumëzojmë kemi n herë n plus 1 herë n plus 2. Prodhimi i tyre nuk plotësohet asnjëherë me 3. A i kemi 3 numrat njëpasnjëshëm që nuk plotësohet me 3? Po duhet rregulla me i ditë te teoria e numrave. Shembull 4-5, 7-8-9, 123, 124, 125. Prodhimi i tyre nuk plotësohet asnjëherë me 3. Ky njëherë po plotësohet, domethënë kjo nuk është. Prodhimi i tyre plotësohet nganjëherë me 3, por jo gjithmonë. Si duket kjo është e saktë. Atëherë e dim që në vërtetë kjo gjithmonë ky plotësohet ndonjëri me 3. Çfarë do 3 numra që i marrim? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 6 7 8, 7 8 9, 9 10 11. Jam i sigurt as për këta. Prodhimi i tyre gjithmonë plotësohet me 3, që po i bjen tash çdo dyjat po binë në kundërshtim njëra me tjetrën. Prodhimi i tyre gjithmonë, okay. Nuk jam shumë i sigurt. As unë nuk jam shumë i sigurt, duhet me shiku sipas gjasave duhet të jetë kjo C-a. Nëse e ke zgjidhur me ndonjë formë caktuar, e kisha pas qejf me ditë na fotografo dërgona. Nuk jam i sigurt a është e saktë se ajo. Nuk po m'kujtohet. Okej, s'ka lidhje. Hajde, atë kalojmë te tjetra. Mesatarja e numrave natyror nga 1 deri në 100, sa është? Kapi mërmendja? Pse është A? Pra pse e kemi A? 1 plus 2 plus 3 plus etj plus 99 plus 100 pjesëtu për 100, sepse janë gjithsej 100 numra. Atëherë besoj i keni ushtru këta. Kur keni me i mbledh 100 numra, e keni n herë n plus 1 thy për 2, është formula, ose kur i mbledhim 100 numra, po besoj që i keni mësuar që është me 5050, pjesëtu për 100, atëherë kjo është me 50.5 që pi bjen është A. Nëse i dim disa dhana, mundemi me njëherë me bo zgjidhjen. Pra nuk kemi nevojë më ndalë ma shumë të kjo. Një lokal ka sipërfaqe në formë drejtkëndshme me dimensione. Po mendoj, a ka pas diçka, a vetëm kështu do t'i ke provu, a? Okej. Po mendova mos ka ndonjë rregull, po mos më kujtohet, mos ka ndonjë rregull
që 3 numrat një pas tjetër plotësohet me 3. Për sa tha? Ish dash me pas ndoshta, po besoj, nuk e di. Prandaj edhe pyeta. Father, edhe një herë mos u ndal, po e shoh që e pas ke rrethu mirë, shumë mirë ke që ke rrethu mirë, po te ky testi nuk ki nevojë ashtu. Te ky testi mjafton me bëni shaj mirë, po te fleta kuqe duhet gjithsesi me i ngjyros ashtu sikur që është këtu në foto. Pra duhet me i ngjyros goxha sakt. Edhe çto? Pra një lokal ka sipërfaqe në formë drejtëndshme me dimensione 6 metra dhe 7 metra. Një spoj vizatoj bashkë mirë. Pra këtu 6 metra, këtu 7 metra, po e bëj këtu 6 metra. Mjeshti ka vendosur pllaka në 37-at e asaj sipërfaqe. Qose i ka ndarë në 7 pjesë. 1, 2, 3, 4, 5, 7, që kështu. 1, 2, 3, pra këtu i ka vendosur pllakat. Edhe sa metra katror i ka mbetur atij që të përfundoj vendosjen e pllakave. Pra, qysh e kishim gjetë tash edhe sa metra katror ka mbetë gjithsej. Krejt vendi është 6/7 barabartë me 42 metra katror, është ashtu. Tash, për me gjetë sa është 3/7 ose 4/7, pra 3/7 jënë shtru, o mbet edhe 4/7 për më na jep krejt të plotën. Ose e gjejmë sa është 3/7, ose e gjejmë sa është 4/7. Pra nëse e gjejmë 3/7, e zbresim prej 42-shit, e gjejmë sa është, po ose e gjejmë 4/7 të 42-shit. Cilën do? 4/7 herë sa e ke shkruar ti? Pse 3 herë 42 pi për 7? Okej, po, edhe ashtu bën. Si me gjetë 4/7, si me gjetë 3/7, që po gjejmë 3/7 herë 42, kemi 7 që me 42 thjeshtohet, këtu një 6, 6, 3 herë 6, 18. Po i bjen 18 metra katror i ka shtu, i kanë mbetë edhe sa? Edhe 24 metra në katror. Ashtë ashtu? Po, ose 4/7 herë 42, pra me gjetë sa është që ke pjesa që nuk është shtru, që po e shkruajmë këtu. Pra 4/7 herë 42, kjo me këta thjeshtohet, këtu 1, këtu 6, 6 herë 4 kemi 24 metra në katror. Pra zgjidhja është nën C. Keni pyetje?